Nga zemra e San Siros, te majat e Alpeve, historia takon të tashmen, harmonia e kulturës, ritmet e sportit dhe ëndrat e miliona njerëzve ndezin flakën e një mbrëmjeje spektakolare. Nga skenat botërore ngjitet në Milano Cortina, repisti Gali dhe fituesja e 5 çmimeve Grammy, Mariah Carey. Melodit që bashkën brezat nga fituesja e Golden Globe, Laura Pausini. Zëri që prek shpirtin në çdo notë, tenori legjendar Andrea Bocelli. Art dhe emocion nga 4 skena paralele me aktorët Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore dhe atlet nga çdo kohë dhe cepi globit. Nën sloganin Harmonia, bëu dëshmitar i historisë në një natë për të mos u humbur. Ceremonia e hapjes së lojrave olimpike dimrore Milano Cortina 2026, të premten, ora 20, vetëm në RTS 1 HD. Të gjithë bashkë nga ky moment deri në mbrëmje sot sy e vesh në radio televizionin shqiptar, sepse është ceremonia e lojrave olimpike dimrore. Sot do të çelet si pari i një aktiviteti që është ndoshta më i bukur në kategorinë e sporteve dimrore. Padyshim ëndra çdo sportisti për të marrë një medalje olimpike do të ishte le të themi kurorëzimi më i mirë i karrierës së tyre. Megjithatë sot do të ketë spektakël, do të ketë shumë emocione, do të ketë parakalim të sportistëve, flamuj të ndryshëm, këngë, muzikë. E të gjitha këto do të kemi mundësinë të shijojmë të gjithë bashkë në RTS. Kriste Jatllari është në studio për të bërë një analizë dhe për të treguar pak më shumë se sa ceremonia, se çfarë vlere kanë lojra olimpike, por edhe disa fakte shumë interesante që vijnë gjithmonë nga fshati olimpik dhe jo vetëm. Mirëmëngjes Krist. Mirëmëngjesi. Mirë se na bashkohesh. Ditë e rëndësishme sot. Po, patjetër që po. Gjithmonë këto lojrat olimpike janë sfida globale, që ku shtetet mes tyre matë janë ato forcat, jo vetëm për numrin e pjesëmarrëve të atletëve që garojnë, por edhe për medaljet që në fund janë ato rezultate. Nga sa po shija, Shtetet e Bashkuara ishin pastaj Kanadaja dhe më pas vinin këto shtetet europiane si Italia, Gjermania, Franca, Zvicra, për numër më të lartë pjesëmarrësh atletësh në këto lojra olimpike dimërore. Normalisht unë kam qenë i vogël për shembull këtë snowboarding, kam pasur shumë qejf. Pavarësisht se nuk është e kishim thjesht në dimër. Ti si korçar që je, nuk mund të mos kishe ca lojra me rrshitje atje në akull apo në dëbor. Padyshim. Po edhe ky, okay, në akull është sport i lezetshëm. Ne kam, domethënë, edhe shumë filma që kemi parë në lidhje me këto janë sporte që ndonjëherë të shuajnë kuriozitetin dhe pastaj kur ketë shqiptarë aty që garojnë, është diçka pozitive. Po para se të shkojë te shqiptarët, kjo konkurenca që the për medaljet është e vërtet, ne jemi mësuar ta shohim pak në lojrat olimpike klasike, ato verore, që shtetet vërtet masin forcën e tyre dhe gjithmonë kemi atë renditjen klasike. Nuk e di se si ka qenë më përpara, apo të paktën 20 vitet e fundit, vendet me sipërfaqe dhe popullsi më të madhe, pra Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia, përsa ko ka qenë me flamurin e saj, kanë qenë gjithmonë top 3-shën. Po, e vërtet është, po këtu ka një ndryshim tjetër, sepse janë dimërore dhe po të shohësh në rezultate, këto shtetet e mëdha kanë vetëm numër pjesëmarrësh, po medalje pastaj janë këto shtetet evropiane, shumë Austria, Zvicra, kanë dalë në vendet e para në lojrat e kaluara olimpike. Vende me Alpe. Me Alpe, domethënë ato janë të profilizuara te lojrat dimërore normalisht. Jo se Amerika, Kanada nuk është, po talentet domethënë janë te pjesa e Italisë, Gjermanisë, Austrisë. Austria ka marrë shumë medalje mbaj mend në lojrat e para olimpike. Është e vërtet që është e veçantë kjo sepse ndodhet në Milano Cortina, është për herë të parë, ishte kuriozitet i veçantë që zhvillohet në 2 vende. Dhe në Milano dhe në Cortina, më përpara është bërë gjithmonë në një vend, për shembull. Edhe në qytet, pra me San Siron që dhe po. San Siro do vendodhja kryesore e ceremonisë, po edhe në Cortina, në malë sipër. Sepse normalisht ata që garojnë vendosen në një vend në Alpe, kurse ata që kanë edhe ekipi kuqezi. Po, edhe ekipi kuqezi. Normalisht Italia ka infrastrukturën e dur për të krijuar një fshat olimpik, për të ndoshta edhe pastaj pjesa e këtyre kurioziteteve tjera që janë fjetja apo çdo gjë, ushqimi, këto do i prekin pak, ka shumë zhurmë kur vjen puna te fshati olimpik dhe ka gjithmonë fakte shumë interesante që ndryshojnë nga njëri vend tek tjetri. Te ky i Italisë në Milano, ka bërë përshtypje diçka, pra si po grumbullohen sportistët atje se është një jetesë më vete. Pra një fshat brenda një qyteti. Sportistët shkojnë atje dhe le të themi izolohen disi nga bota e jashtme, por kanë shumë mënyra argëtimi atje brenda. Është një resort gjigant ku mes tyre janë fytyra të famshësh, 3000 kg mos gaboj, jo 3000 vezë
gatuaj në ditë. Në ditë. Kjo ishte një 3.000 vezë në nxehtësi ditë. italiane, 3.000 vezë në ditë me inxhinierët e tyre. Unë them pak janë 3.000 vezë në ditë, për ai sportistë janë atje, se Edhe nuk ka ishte, një mos secili. gaboj, 450 kg makarona. Patjetër. Aty do gatuan, domethënë për Ku të shkosh pa makarona në Itali? Domethënë thjesht ajo është e mirë organizuar, normalisht edhe pjesa e akomodimit, po lexoja pak dhe shumë shtretur, normalisht si për atletët që vendosen aty dhe kanë një lloj distance nga ata që janë tifozë dhe kanë, nëse ka në mundësi, po them që të ndjekin nga afër këto lojra, tifozët, padyshim ka dhe bileta që mund t'i ndjekësh. Dhe besoj dhe për çmimet, që sapo lexova një artikull të Delo Sportit, nuk është se ishin shumë të shtrenjta në krahasim me një event. Po për shembull te ky restoranti mund të merrje një kështu menu 30 euro, që mund të haj gjithë ditën, po në dimër, gjithë ditën, të ash mëngjes, drek dhe dark. Nuk është edhe një çmim, po them krahasim me kur shohim për shembull Kupën e Botës apo këto që çmimet shkojnë në stratosferë. Po vërtet. Kështu që kishte domethënë gjëra shumë të lezetshme, edhe pjesa akomodimit. Dikush thoshte, edhe pse mua më dhem shpina, thoshte një atlet, prapë te ky shtrat do flerë sepse jam në shtatin olimpik dhe është ëndra ime për si atlet që të garojnë në Këto shtretës besoj që i kanë si qish në Tokyo prej kartone. Jo, janë shtretë të mirë fill. Nuk janë aq ekologjik. Jo, janë të mirë fill, të janë për kartoni. Kështu që besoj që do jetë një event që do i tërheqë të gjithë sy drejt Milanës dhe Cortinës, sepse për momentin nuk është se, po them, ka dhe një event tjetër që mund të zbe këtë dhe e gjithë Europa, po them, do jetë të këto disiplina. Mos gaboj janë diku dhe 16 disiplinat të ndryshme, të pjesa e skive, ku dhe ne garojmë shqiptarët janë 4 lloj disiplinash, slalom gjigandi dhe pjesa e Lara Kulturi që garon të slalom dhe slalom gjigant, janë 2 disiplinat që ajo do garoj, por pastaj për mos haruar dhe atletet e tjerë Krist, Deni Xhepa, i cili do të garoj në 4 disiplinat, në të gjitha pjesën e skive. Pastaj është Samir Dauti dhe Lisa Brunga. Janë 4 atletet që ne do na përfaqësojnë. Është hera e parë që ne shkojmë atje me normë olimpike dhe jo thjesht me ftesë. Pra na kanë ftuar për të marrë pjesë. Që do të thotë bën edhe më të bukur, më të veçantë dhe më, le të themi, na jep më shumë ndjesi krenarie. Pra përfaqësohemi për herë të parë me kaq shumë sportistë. Në të kaluarën kemi pasur ndoshta maksimumi vetëm një mund kemi pasur. Ka raste që s'kemi marrë dhe pjesë fare, më thonë. E vërtet. Kështu që këtë herë duhet krenohemi me këtë skuadër. Po dyshim duhet krenohemi dhe unë them që ne duhet ta shtojmë këtë pjesë. Ndoshta pse jo, domethënë sot ne kemi mundësi, Tirana është hapur aq shumë sa ndoshta pse në të ardhmen të krijohen edhe kushtet këtu, ndoshta edhe me ndihmën e qeverisë që një fondi caktuar të shkojë edhe për ndërtimin e një infrastrukture, po them, po them gjigante, sepse normalisht ti nuk është se e ke prioritetat të lloj sporti, po të paktën një infrastrukturë modeste që tu të zhvillohen disa talente që ndoshta kanë pasionet të punën e skive apo lëra patinazhi në ski apo këto gara. Ne kemi male. Ne kemi male, kemi vende ku bora tani të pamë. Ne kemi male, po kishim edhe presidentin e Kokshit këtu në emision para ca ditësh, zoti Fidel Ylli, që thoshte për fat të keq nuk kemi relievin e duhur që të krijojmë infrastrukturën perfekte për të bërë ski, sepse kanë sjellë edhe aparaturat që po masin tani se sa mund të jetë, fjala vjen trashësia e të borës, sa mund të qëndroja, është e përshtatshme në mënyrë që të krijohet një pistë skie dhe është pak e vështirë edhe pse kemi shumë male në vendin tonë. Ndjenjën time sa mund të ndryshojë një studim i tillë, mos gaboj në Nikolic, në zona e Dardhës, pjesa e Devollit, ku shumë kohë më parë u përfol që do bëjë një resort dimëror ku do përfshin edhe pistë të mirëfillt skive. Po ajo nuk e di çfarë ka penguar që është bllokuar, ka vite, mos gaboj 7-8 vite që është përfolur për atë pjesën dhe zoti Ylli ka përmendur disa herë te plani apo te synimet që ata kanë për të ardhmen. Më vjen keq që për momentin nuk kemi një, po shpresoj që në të ardhmen këta 4 të shkojnë të bëjnë 40. Ja 2 kështu amatore i kemi, më duket ande nga zonat e tua, nga Dardha, nga Boskopoja. Po, është në Bigël, po, është një skip, është shumë e vogël, modeste, është për turizëm më shumë, për ata amatorë që duan të kalojnë disa orë qefi aty. Sytë e gjithë botës kthehen nga Italia. Do të ketë shumë transmetues me cilëve dhe radio televizioni shqiptar që do të përcjell gjithë garat e të gjithë sportistëve në kohë reale. Ne kemi shpresa, synojmë, kemi të drejtë të ndërrojmë me Lara Kulturin, sepse na i ka dhënë shkëndijat. Madje ato nuk janë më shkëndija, po janë rezultate konkrete dhe janë 6 podiume që ka marrë në kampionatin botror. Dhe pyesja e ngacmova pak dje presidentin e Federatës Skive, zotin Toçi, për
një këmbim nëse do të bënte të gjithë këtyre podiumeve të kampionatit botëror me një medalje olimpike dhe me la përshtypjen që do ta këmbente. Do ta këmbente. Padyshim, ajo fitoria e fundit mbahet më gjithmonë. Është e vërtetë, edhe unë po disha atë do zgjidhja, po. Për një sportist është arritja më e madhe në jetën e tij, të jetë në lojrat olimpike dhe të fitojë. Përpos sa tash në fillim, përballjes matjes së forcave në nivel global, ku shtetet tregojnë forcën e tyre, kjo ka dhe një teknik për pjesën e karrierës së futbollistëve. Aty normalisht ata marrin atë medalje dhe emri i tyre shkruhet. Në momentin që nuk është sporti, po them, i skive një lojë grupim bashkë si në futboll që luajmë edhe hajde të marrim rezultatin. Aty është arritje individuale në fund të ditës. Dhe ai regjistron emrin e vet në atë listën e medaljeve olimpike. Shpresoj me shumë dëshirë dhe kam shumë, domethënë, optimizëm nga kjo pjesë, sepse Lara është një skiatore e talentuar dhe besoj që me qetësinë e dur, normalisht duhet edhe padyshim nga gabimet edhe mëson, besoj që shpresoj që ta marrë një medalje këtë radhë. Do ishte domethënë një arritje, ne të gjithë me zor presim një medalje olimpike. Unë them që ato momentet e këqija i ka kaluar dhe i ka lënë atje në kampionatin botëror, sepse ka pasur disa gare, le të themi, që nuk ka mundur do të japë më të mirën, edhe sepse e vërteta është që nuk ka qenë në gjendje shumë të mirë shëndetësore. Këto janë sporte, sidomos sportet individuale që nëse ti nuk je në top form, nuk ke një rezervë pra, nuk ka kush të zvendëson, po çështja është fizikisht po edhe mentalisht. Ty të krijohet një lloj presioni dhe një lloj gjendje e rënduar psikologjike që ti thua unë nuk do të jap dot më të mirën dhe pastaj reflektohen në garë. Në momentin që ti shërohesh, je plotësisht në formë, edhe pak eksperjenca e kampiones siç është ajo, besoj që do ta ndihmoj të jap më të mirën dhe në datat 15 mos gaboj. 15 është e para, 18 është gara e dytë e Larës. Shpresojmë që të jetë radhë e qetë dhe ti marrë ato kthesat me atë teknikën që ajo di vetë. Pastaj ky Deni Xhepa garon nga data 7 ditën e nesërme, 11, pastaj 13, 15, domethënë garon në të katra disiplinat dhe Semireja bashkë me listën janë në datat 7 dhe 14 dhe 17. Po, midis datave të Larës. Disa ditë do ndjekim, kemi çfarë të shohim në RTSH edhe për pjesën e shqiptarëve. Mirë, unë do të të marrë disa minuta tani edhe për kategorinë superiore. Ta mbyllim pak kapitullin e lojrave olimpike, sepse edhe superiorja është ekskluziteti ynë dhe mbi të gjitha është kampionati që është më i dashurit. Duam apo s'duam, unë do doja të ishte voleybolli për shembull, por është futbolli. Gjithsesi, kemi ndeshje të bukura, përballje të forta, ka pasur edhe disa zhvillime interesante jashtë fushës nga futbolli. Po fillimisht cilat janë përballjet më pikante? Është derbi Dinamo Tirana, që vjen në një, po them, në një situatë ku Tirana ka bërë atë kthesën e dur, ndërkohë Dinamo është në rënje të lirë. Them këtu rënje të lirë sepse faktorët mungesa, dëmtime, shitje lojtarësh kanë reflektuar edhe gjendja e ekipit. Është përballje interesante sepse gjithmonë kur ndeshen dy ekipet kryeqytetit që janë me traditë, normalisht edhe ajo e reflekton edhe në pjesën e fushë apo rivaliteti që mund të kenë ekipet mes tyre. Janë në situatë ndryshme sepse Dinamo synon katërshe, ndërkohë edhe rrezikon për mendimin tim, sepse Partizani është aty afër 7 pikë, 4 pikë, njërë gjithmonë. Dhe Dinamo për momentin... Para se të shkosh te Partizani, mendon që është prova e vërtetë e Tiranës për treguar nëse kjo është forma e vërtetë e mirë e tyre, apo ishte një rastësi kjo rezultatet e 2026 pra 3 fitore radhës në kampionat? Është prova e dur me Dinamon? Patjetër që është prova e dur. Çdo ndeshje e Tiranës është provë njërë. Por merkatoja që ata bën, normalisht dha një efekt me njerëshëm, unë e kam thënë disa herë. Nëse ata do vazhdonin pa bërë merkato, nuk do kishin këto rezultate. Gjigja, Ernest, 2-3 lojtarë, Alili, portieri që sa po erdhi tani, që synohet jetë titullar, janë lojtarë që japin një lloj garancie. Plus që dhe ky trajneri Nuiu ka treguar diçka që ka dhe ai ide tek ti për të nxjerrë një ekip nga kriza. Më vjen vetëm keq se Redon Gjigja është i dëmtuar. Kur u dëmtua? Në ndeshjen e fundit, pushim, u zvendësua dhe nga informacionet që unë kam... Ndeshjen që i dha fitoren Tiranës, me golin ndaj Ignatian. Në pushim u zvendësua. Dhe nga informacionet që kam, ka një treqe të lehtë, që mund ta mbaj jashtë për 3-4 ndeshje, maksimum. Kështu që është një lajm i keq domethënë ky për Gjigjen, edhe sulmuesi i Ernest pashu ka patur probleme. Që mos mbetemi vetëm te derbi. Shkurtimisht përballjet e Vllaznia Vora dhe Elbasani Teuta janë dy vendet e para që luajnë për të shkëputur, sepse normalisht
Se kemi thënë formula këtë radhë do që të kesh sa më shumë pikë, sepse në fund do bëhet përgjysmimi dhe nuk duhet të jesh. Kështu që Vllaznia Vora besoj që do ta ketë më të lehtë. Vllaznia është në një formë shumë të mirë, 5 fitore radhazi. Është një skuadër që udhëheq kampionatin shqiptar. Shkon, shohim shumë rrallë një skuadër që fiton 5 herë radhazi. Pastaj pjesa e Elbasanit gjithashtu një ekip po ashtu pretendent. Sigurisht, këtë vit po patjetër Elbasani është. Teuta më bën përshtypje se ka mos gaboj janë 9 ndeshje, një fazë. Teuta si në ndet. Qëndron atje në mesin e tabelës vetëm kur ngjitet një moment sipërfaqe. Tani Teuta po ndjen atë rrezikun e zonës së ftohtë, sepse në ndeshje pa fituar, normalisht dhe këto ekipet poshtë, Vora, Flamurtari, Tirana po afrohen. Dhe Teuta tani është 5 apo 6 pikë larg zonës së ftohtë. Partizani? Partizani gjithmonë ka urojë mirë për 80 vjetorin e klubit se ka pasur një fest të madhe për një moment jubilar. E vërtet është, në epokën Demi unë kujtoj 2 tituj, ai 18-19 dhe 22-23-shit, jam pak, por nuk ka qenë vetëm faj Partizanit, sepse ka patur e fatin e keq që Skënderbeu atë kohë ka qenë në një nivel tjetër, ka qenë një Skënderbeu europian dhe normalisht Partizani ishte ekipi që e sfidonte dënjësisht. Dhe për fatin e keq, Skënderbeu ishte kampion dhe Partizani doli shpesh në vendin e dytë atë periudhë. Do kishte marrë më shumë, po të mos ishte Skënderbeu, Partizani do ta kishte tani me 5-6 kampion. Ndërkohë ka vetëm 2. Po flas për epokën Demi, që kur e ka marrë zoti president. Me kë luan Partizani? Në Ballsë. 8 vjetori i klubit, normalisht një ngjarje historike, kishin bërë një lloj feste, kishin ftuar legjenda të klubit. Ishin bërë aq shumë legjenda bashkë sa edhe ishin atë nostalgjinë me një tjetrin e kishin shohur. Mora vesh i kishte vazhduar gjatë festa. Po, normalisht. Legjitime komplet. Po patjetër që po. Luan në Ballsë, Ballsë gjithashtu ka shitur 2-3 lojtarë mos gaboj, ka shitur te Dinamo, Mustafa dhe Malomo. Kështu që besoj që i ka dorëzuar armët. Dhe të themi që Mbyllisi për mendimin tim është ekipi i parë që mund të rrezojë nga kategoria dhe marr guximin që e them sepse në momentin që ti shet 4 lojtarë, një te Flamurtari, 2 te Dinamo dhe një e çon te Pogradeci, ti deri diku po thua e humbet atë cilësi për të garuar me Tiranën, Vorën apo Flamurtarin. Kështu që pjesa tjetër pastaj Ignatia gjithashtu ka një përballje me Flamurtarin. Dhe kjo është interesante sepse Flamurtari ka një provë për mbijetesën. Nëse folëm për të gjitha këto, gara është shumë e fortë tani, është shumë e vështirë parashikosh se Tirana mori një lloj frymarrje. Si do të shkojë fundi? Tirana mori një lloj frymarrje, ndërkohë Flamurtari nuk e ka marrë akoma. Nuk ka marrë dhe një lojtar që ka pas luajtur me Ignatian, është rikthyer nga Kosova dhe tani luan për Flamurtarin, Kasa mos gaboj. Po, Redi Kasa, ka marrë, është një winger, një sulmuesi i djathtë. Është një lojtar i bukur me të majtën që vjen, por gjendja e tij nuk është se ka qenë në kohët e fundit ka qenë me Xhilani, nuk ka qenë ajo e pritshme, domethënë. Ka qenë në rënje. Po shpresoj të rigjej veten të japë ndihmë të fortë. To janë, i përmendën të gjitha, nuk besoj se 23. 23. Kështu që kemi futur tani drejt fazës më interesante, gjysmës së dytë dhe pjesës më të bukur të kampionatit. Edhe fundit. Kjo është reflektuar edhe në polemikat që kanë krijuar shkurtimisht trajnerët, normalisht deri diku edhe me të drejtë, sepse japin një lloj bukurie, pavarësisht se ndonjëherë edhe e teprojnë për deklarata, për shembull rasti Tetovës, ka marrë një job 100.000 lekë të reja nga Komisioni i Disiplinës që e mbulon klubi Ignatias, po ndonjëherë këto e bëjnë më të bukur. Absolutisht, sepse ne kemi parë Allegri, Conte si zihen edhe normalisht në momentin që ke xhepin plot për ta paguar jobën, pse jo ne Allegrin ton, Conten, Spalletin ton, kështu që janë Martini, është Tetova e të tjerë me radhë që mos t'i përmendim gjithë. Faleminderit shumë Krist për zhvillimet nga sporti. Kujtojmë edhe një herë ceremoninë sot në orën 20 drejt për drejt në Radio Televizion Shqiptar. Por ne jemi ende në Mirëmëngjes Shqipëri dhe kemi edhe një temë për të folur. Diskutojmë pak për rikthimin e TikTokut bashkë me Sonjën pas pak sekondash.